Mirëmëngjesi gjithëve, lavdi Zotit për kohën, lavdi Zotit për adhurimin, për mbledhjen së bashku. Perëndia është ai që ka dizenjuar kishën e tij që të mund të mblidhet edhe të mund të jemi të gjithë së bashku në praninë e tij, edhe sa mirë dhe sa gëzim kur gjithë jemi bashkë përpara Perëndisë tonë. Pastori nuk ndodhet sot, ndodhet në Kino Studio, hekur te Berti. Do të shohim sot së bashku nga fjala e Perëndisë dhe do të shikojmë një temë që edhe na pëlqen, por edhe nuk na pëlqen. Edhe na pëlqen sepse duhet jemi të rregullt, sepse për rregullin duhet të flasim sot, por nuk na pëlqen sepse duam që të jemi më të lirshëm në ato gjëra që neve duam t'i bëjmë vetë në kokën tonë, në mendjen tonë, na pëlqen të dalim e çik. Zbato rregulloren, besoj që e keni parë në për kantiere ndërtimi kur hyni atje, ka në për reparte të ndryshme, ka në për punërat tuaja, besoj se cili ka një manual atje, ka një rregullore çdo lloj pune, domethënë, edhe ato më të thjeshtat edhe ato më të vështirat kanë një manual edhe një sistem rregullash që duhet të ndiqen edhe secili duhet t'i ndjek në mënyrë që gjithçka të ecë si duhet, sepse nëse ato thyen, do të ketë probleme dhe do të ketë pasoja. Çdo njeri nga ne, por edhe çdo njeri besoj është përballur me rregulla që sa kemi lindur, sepse përballemi me rregulla në familje, ka rregulla që duhet t'i zbatojmë. Pastaj vazhdojnë me rregulla në çerdhe, ata fillojnë të mësojnë fëmijët e vegjël, ato gjërat e vogla, në kopësht rriten pak më shumë, kanë përgjegjësi më të madhe, po prap me rregulla. Edhe në shkollë prap ka rregulla. Po prandaj thash nuk ndoshta nuk na pëlqejnë sepse duam të thyejmë kur jemi në të tëra këto. Edhe pastaj mbarojmë shkollën në punë, pastaj familja prap vazhdon edhe rregullat janë gjithmonë, asnjëherë nuk jemi që të themi që nuk kemi një sistem rregullash që duhet të ndjekim. Është një shprehje që thotë që e përdorin shpesh ata që duan të thyejnë rregullat, edhe thonë që rregullat janë bërë për të thyer. Besoj keni dëgjuar që thonë rregullat janë bërë për të thyer, edhe i thyejnë. Edhe hipin makinën ose ikin me 170 km/h, sepse rregulli është bërë për të thyer, edhe kur del polici i gjobën pastaj, buzëqeshja që ishte më përpara ngrin, sepse nuk që nga bërë për të thyer, sepse pas ka pasoja. Domethënë rregullat nuk janë për të thyer, rregullat janë për të zbatuar edhe janë që secilit mund t'i ndjekin. Nëse ndërmarrjet, nëse shkollat, nëse kantieret, nëse gjithë këto që unë përmenda nuk do të kishin rregulla, atëherë do të ishte kaos, do të ishte një rrëmuj e madhe edhe një rrëmuj e papar. Edhe gjitha këto thash kanë nga një manual që i tregon atyre rregullat që duhet të ndjekim. Ne kemi një manual, edhe kemi një sistem rregullash po e quaj unë, në gjuhën që po flas tani, edhe është Bibla, e cila i ka të gjitha edhe manualin se si neve duhet që të ecim, edhe se çfarë duhet të ndjekim, edhe se çfarë duhet që të bëjmë. Bibla është manuali për jetën tonë dhe na tregon se si duhet të jetojmë jetën tonë praktike mbi tokë. Të qenit në rregull na bën ne si Perëndia, ndërsa të qenit të çrregullt nuk na bën si Perëndia, përkundrazi na turpron. Të qenit në rregull na kualifikon për të shërbyer, ndërsa të qenit të çrregullt na skualifikon nga shërbimi. Të qenit të rregullt ka përfitime, të qenit i çrregullt ka pasoja negative. Dhe Perëndia nuk do që ne të jemi të çrregullt, edhe për këtë ka shkruar, edhe kemi fjalën e Perëndisë do të shohim më poshtë. Edhe patjetër që nëse dikush është i rregullt, ka vend edhe për të shtuar më shumë, edhe sepse mund të thojë, po unë jam i rregullt, s'po gjej fare thot. Lëre, sepse unë jam rregullt, po bëj pushim. Po gjithmonë kemi. Ai që është i çrregullt, patjetër që duhet që të rregullohet, edhe janë disa gjëra që dua të shohim sot në lidhje me këtë. Ai po mendohet aty që t'i vëjnë në rregull ato, ca i ka vënë, ca si ka vënë, edhe neve kemi disa gjëra në jetën tonë që nuk i kemi në rregull dhe ndonjëherë përpiqemi t'i vëmë në rregull, na rrshqasin prap, po prap rikthehemi edhe t'i vëmë në vendin e vet. Por pse? Domethënë, cili është qëllimi? Pse duhet të jemi të rregullt? Sepse Perëndia është një Perëndi i rregullit. Është thash ka më shumë, por do të shohim tre arsye. Tek 1 Korintasit 14 vargu 33 thuhet:
sepse Perëndia nuk është Perëndi trazimi apo konfuzioni, është fjala për paqëtimi, si në të gjitha kishat e shenjtarëve. Perëndia nuk është një Perëndi i konfuzionit, ai nuk i ka bërë gjëra të rrëmuj, domethënë, edhe krijimin, edhe çdo gjë tjetër ai e ka bërë në mënyrë të përsosur, i ka bërë me rregullsi, i ka vendosur në vendin e vet. Ai vet, Perëndia është i përsosur, domethënë, edhe nuk ka asnjë parregullsi në të. Ai vetë është i përsosur dhe siç ai është në bazë të karakterit të tij, ashtu i bën edhe gjërat. Dhe i ka bërë të gjitha në mënyrë të përsosur. Çdo gjë që Perëndia ka krijuar është e përsosur. Jini, thotë Mateo 5:48, pra të përkryer ashtu siç është i përsosur ati juaj që është në qiell. Domethënë Perëndia ynë është i përsosur dhe gjithë veprat e tij, çdo gjë që ai ka krijuar, gjithë krijimi është i përsosur. Tek ligji për të ri 32:4 thuhet, ai është këmbi. Vepra e tij është e përsosur, sepse në të gjitha rrugët e tij ka drejtësi. Është një Perëndi që nuk njeh pa drejtësinë, ai është i drejtë dhe i mirë. Gjithçka, çdo gjë që Perëndia ka krijuar, e ka krijuar në mënyrë të rregullt dhe e ka krijuar në mënyrë të përsosur. Çdo gjë që nga zanafilla, ndërsa shohim në lidhje me krijimin, edhe kur shikojmë atë bukuri nga shkrimi dhe shohim atë mënyrë të mahnitshme se si Zoti ka krijuar gjërat, shohim që është një Perëndi i rregullt dhe çdo gjë e ka bërë me kuptim. Më vonë ajo që ndodhi ishte që mëkati hyri në botë dhe e prishi këtë harmoni që Perëndia krijoi. Harmoninë e mrekullueshme dhe shohim që toka sot rënkon është për shkak të mëkatit që hyri në botë. Edhe gjithë kjo solli pasoja. Pse? Sepse u prish ajo që Perëndia e bëri në mënyrë të përsosur dhe ajo që Perëndia e bëri në mënyrë të rregullt. Perëndia që nga fillimi ka folur me njerëzit, edhe ka vënë rregullat e tij, ka shpalosur apo ka shpallur fjalën e tij në mënyrë që njerëzit mund të ndiqnin atë që Perëndia thoshte. Edhe shohim këtë gjë që me Adamin, që e vuri në kopshtin e Edenit, me dy njerëzit e parë, edhe Eva gjithashtu, që kishte një rregull që nuk duhet ta thyeni. Edhe pikërisht atë të vetmin rregull, të vetmin gjë që Zoti u tha që nuk duhet ta bënin, ata e thyen. Edhe kjo pati pasojat i dim. Vazhdojmë, edhe ne sot e kësaj dite gjithë njerëzimi i mbar është në efektin e këtyre pasojave, për shkak sepse mëkati hyri në botë. Perëndia gjithashtu i tha Noeut, tek Zanafilla 8, shohim që Perëndia i tregon edhe i thot në lidhje me arkën që duhet të bënte. Edhe i thot mënyrën se si duhet ta ndërtonte, mënyrën se si është tek Zanafilla 6:22. Te 8 pastaj është më vonë. Te Zanafilla 6 i tregon edhe i thot mënyrën se si duhet ta ndërtojë arkën. Edhe imagjinoni që Noeu e dëgjon edhe vetëm atë që Zoti i tha kishte. Domethënë duhet të ndiqte ato rregulla që Zoti i tha në mënyrë që ta bënte arkën. Por nëse nuk do t'i ndiqte ato rregulla që Zoti i tha, çfarë do të kishte ndërtuar? Zoti ta kishte ndërtuar arkën siç Zoti i tha dhe do të kishte patur pasoja të tjera. Por thuhet që ai u përmbajt rregullave siç Perëndia kishte urdhëruar. Domethënë, siç Zoti i tha bëje, ai u përmbajt të gjithave dhe e bëri arkën. Ai mund të bënte edhe me kokën e vet, që e më theti kështu, bëje kaq kubit, po po e bëj kaq kubit. Po ndroi çik ata. Siç bëjmë neve shpesh herë me kokën tonë që themi që kështu është, po Zoti thotë edhe e thot këtë gjë, po hajt po e bëj edhe unë. Po i shtoj në një gjë ose po i jap një dorë edhe unë. Izraelit i dha ligjin dhe një sistem të tërë rregullash, i dim, dhe i theu si komb, ata përfunduan në robëri si komb, ata patën pasoja në lidhje me këtë gjë, sepse ata e dhunuan ligjin e Perëndisë, e thyen ligjin e Perëndisë, dhe për këtë shkak shkuan të gjithë në robëri si komb. Edhe një gjë që themi ne sot si të krishterë, shpesh herë themi që ne nuk jemi nën ligj, s'jemi nën ligj, edhe justifikojmë veten tonë për veprimet e caktuara që i bëjmë, sepse po s'jam në ligj, jemi nën hir, edhe Zoti është i hirshëm. Edhe me këtë justifikojmë veten tonë, por a ka rënë vallë ligji i Perëndisë dhe a e ka hedhur poshtë Zoti ligjin e tij? A ka ulur standardin Zoti në lidhje me atë që ka thënë, edhe me atë që ka shkruar? Te Mateo 5:17, Jezusi tha: "Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët. Unë nuk erdha për t'i shfuqizuar, por për t'i plotësuar. Standardi i ligjit të Zotit nuk është ulur. Jemi ne ata që e ulim standardin e ligjit të Zotit
shpesh herë për të justifikuar veten tonë në veprimet që neve bëjmë. Për shembull, nuk mund të themi tani që unë nuk do vjedh apo që unë do vjedh sepse në ligj thuhet mos vjedh. Edhe është në ligj kjo, është në ligj mos vjedh. Nuk, domethënë është që atëherë. Mund të japim gjëra të tilla që patjetër s'kan sens, edhe s'kan kuptim, po neve shpesh justifikojmë veten tonë, edhe marrim këtë gjë si pikë referimi në këtë. Por Perëndia është një Perëndi i rregullit. Ndërsa çrregullësia e kundërta e rregullit nuk vjen nga Perëndia e tham, por vjen nga errësira, vjen nga tjetër kush, nuk vjen nga Zoti. Vjen nga ai që është Perëndia i këtij shekullit, nga ai që e do errësirën edhe nuk do dritën. Tek Jobi 20, 21 deri në 22 janë vargjet aty. Thuhet, para se të shkoj për të mos u kthyer më drejt vendit të errësirës, errësirë, hijes së vdekjes, të vendit të territ, errësirës së madhes, hijes së vdekjes prap, ku ka, çfarë ka aty? Ku ka vetëm përshtjellim. Edhe në anglisht është fjala që nëse e shohim atë është pa asnjë rregull, nuk ka rregull. Domethënë është gjithçka është kaos, gjithçka është rrëmuj, çdo gjë është e pa rregull dhe është e çrregullt. Dhe është errësira që e do çrregullsinë, edhe nuk do rregullin. Por Perëndia jo. Perëndia jo. Ne jetojmë në kohë errësire. Tani, Perëndia i këtij shekullit, djalli ka verbuar syt njerëzve në mënyrë që të mos shohin. Edhe e kemi tek 2 Korintasit 4 vargu 4, verboj mendjet e tyre, por verbimi çfarë bën? Verbimi është që nuk shef drejt, shef errësirë, shef vetëm errësirën edhe asgjë tjetër. Dhe pikërisht ky është qëllimi i djallit, edhe këtë gjë do që të jemi të çrregullt, edhe që të mos e duam rregullin, sepse në errësirë e dini, në errësirë ndodhin të gjitha gjërat e këqija që i themi ne. Patjetër e ditë ndodhin, po errësira është ajo që të gjithë i ruajnë për natën, edhe gjithë gjërat e mëkatet, dëprimi, e çdo gjë tjetër, natën, errësirë, çdo gjë. Djalli do errësirën dhe promovon errësirën. Por ne nuk kemi lidhje me errësirën, ne dikur ishim errësirë. Tani jemi dritë, jemi bij të Perëndisë. Edhe nëse ecim në çrregullsi dhe nëse jemi të çrregullt, çfarë po bëjmë? Po ecim në errësirë apo po ecim në dritë? Çrregullsia nuk vjen nga Perëndia. Vjen nga errësira dhe ne nuk duhet të jemi të çrregullt që të mos jemi errësirë. Është shumë e rëndësishme kjo nëse e kapim këtë pikë që kjo pastaj bën diferencën edhe bën dallimin edhe të gjërave që unë do të bëj pastaj, që nëse unë jam i çrregullt, do të thotë që çfarë po bëj? Po eci në dritë apo po eci në errësirë? Edhe kush është autori i dritës e kush është ai që kërkon të ecim në dritë e kush është ai që kërkon të ecim në errësirë? Fjala e Perëndisë gjithashtu është e rregullt, nuk është e çrregullt, nuk është kaos, nuk është rrëmuj. E dini këtë. Perëndia është Perëndi i rregullt, edhe fjalën e tij e ka bërë të rregullt gjithashtu. Tek Psalmi 19 vargu 7 thuhet që ligji i Zotit është i përsosur. Tham të njëjtën gjë për Perëndin, apo jo, që Zoti është i përsosur. Perëndia është 100% i përsosur. Fjala e tij është gjithashtu 100% e përsosur. Dhe është manuali, po e them manuali, në thonjza i rregullave që neve kemi në jetën tonë për të qenë të rregullt. Edhe ndërsa tani po flasim për rregullin, edhe për të jemi të rregullt, kujt po i referohemi? Apo them unë gjëra që po i lexoj nga mendja ime? Jo, është fjala e Perëndisë dhe po shohim atë që fjala thot. Atë që fjala thot. Tek Luka 1, vargu 1 dhe 3 është Luka që shkruan, mbasi shumë vetë ndërmorën të renditin tregimin e ngjarjeve që ndodhen në mesin ton, mu duke mirë dhe mua, pasi jetova të gjitha gjërat me kujdes nga fillimi, të t'i shkruaj sipas radhës. Edhe është aty, rendit sipas radhës. Luka, ai që e shkroi këtë ungjil, i shkroi sipas radhës edhe kishte një renditje mënyra se si ai e shkroi fjalën e Perëndisë. Nëse ai do ta bënte ndryshe, nuk do të ishte i rregullt. Shohim gjithashtu tek Eksodi 39 vargu 37. Ishte tabernakulli i Perëndisë, mënyra se si duhet të ndërtohej ishte me rregull. Nuk ishte thjesht bëj një tabernakull dhe do vinte ai, më thuaja 2-3 gjëra kryesore mua aty, fillonte t'i bënte. Jo, çdo gjë ishte me detaje, edhe çdo gjë ishte e
mirë menduar edhe mirë projektuar mënyra se si do të ndërtoj. Shandani për Aristafi me llambat e tij, llambat e vendosura në rregull, të gjitha orendit e tij dhe vajin për dritën e shandanit. Do të thënë, çdo gjë ishte sipas rregullave. Eksodi 40:23. Vendosi sipër me rregull bukën përpara Zotit, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Do të thënë, Zoti mësoi priftërinë në dhjatën e vjetër se si duhet të vendosnin bukën, se si duhet të paraqisnin bukën përpara Perëndis. Buka, e dini çfarë është buka apo jo? Çfarë përfaqëson buka në Bibël? Përfaqëson fjalën e Perëndis. Edhe çdo gjë duhet me rregull, edhe Bibla është e rregull. Fjala e Perëndis është e rregull. Mos rregullësia ka pasoja. Sapo po i them edhe po i përsëris edhe po them që kjo ka pasoja, kjo ka pasoja, kjo ka pasoja. Edhe nëse do të jemi të çrregullt, nëse thyem rregullsinë, ne thyem urdhërimin e Perëndis, ne thyem fjalën e Perëndis, ne hedhim poshtë atë që Zoti thotë dhe ne nuk po nderojmë fjalën e Zotit, nuk po nderojmë Perëndin. Tek 2 Samueli 6 na jepet që Davidi merr burrat e Izraelit edhe shkon të marr arkën e Perëndis edhe ta transportoi atë nga shtëpia e Abinadabit, ta sillte në Jeruzalem. Dhe që të mbarte arka e Perëndis, siç po flas që shohim edhe në rregullat që Zoti kishte vendosur të gjitha, edhe kjo kishte rregulla, mënyra e transportimit të arkës, mënyra se si do të bartej. Domethënë nuk mund të vinte edhe thash që më teket mua hajde po e ngarkoj në korrizë dhe po e çoj. Jo, kishte rregulla e gjitha kjo. Edhe ata gjejnë një qerrë dhe e marrin, dhe ndërsa janë duke e transportuar arkën, ndodh që qetë pengohen, arka bëhet gati për të rrëzuar, edhe Uzau, njëri prej tyre, zgjat dorën që ta mbaj, edhe aty thuhet zemrimi i Zotit u ndes dhe ai vdiq. Sepse nuk kishin bërë gjithë këtë procedurë, po them, gjithë këtë lëvizje që ata bën sipas rregullave. Ku e gjejmë këtë? E gjejmë tek 1 Kronikat 15:13, sepse Davidi për herë të dytë shkon edhe ta marri. Edhe u thot levitëve, sepse levitët ishin ata që Perëndia kishte caktuar dhe që kishte vendosur që duhet merreshin me këtë punë. Jo kush t'i teket dikujt, apo kujt t'i teket mbretit. Edhe nëse mbani mend, mbretit më mbrapa i hoqin levitët edhe vinin edhe shenjtëronin njerëz të tjerë, domethënë që të bënin punën e levitit, gjë që është komplet e gabuar. Te 1 Kronikat 15:13. Sepse herën e parë ju nuk ishit, dhe Zoti, Perëndia ynë, hapi një të çarë midis nesh, sepse nuk e kishim kërkuar sipas rregullave të caktuara. Nuk kishim kërkuar sipas kishte rregulla që duhet i bënin dhe nuk i kishim bërë. Edhe Davidi këtë radhë e kupton. Davidi këtë radhë, domethënë, po si e kuptoi ai? Ai e kuptoi nga pasojat që pati. U doq një herë edhe pastaj edhe kjo është gjë e mirë të paktën që u korrigjua, sepse me neve mund të ndodhi që digjemi një herë, 2 herë, 3 herë dhe nuk vëmë mend në ato gjëra që Zoti na flet edhe kërkon që të na korrigjojë, edhe që të na ndreqi. Davidi e ka kuptuar, edhe ka reflektuar, edhe ka bërë sipas rregullave të caktuara. Por mos zbatimi i rregullave, që është ajo që ishte pika, solli vdekje dhe solli që aty të hape një çarë, thuhet, edhe të ishte një gjë jo e mirë, për shumë e keqe. Çrregullësia, nëse unë jam i çrregull, do të prodhoj në jetën tonë konfuzion, kaos, rrëmuj. E keni vënë re? E keni vënë re edhe në gjërat më të vogla, që po të shikoni dhomën tuaj që është e çrregullt edhe të gjitha të hedhura andej e këtej, juve nuk ndjeni mirë në atë që kam diçka që duhet ta rregulloj, edhe duhet ta bëj siç duhet. Derisa ta rregulloj, besoj që jeni në atë që duhet të lëviz në tension, derisa ta rregulloni. Çrregullësia do të shkaktoj gjithashtu paqartësi. Çfarë jam duke bërë? Ku jam duke shkuar? Çfarë po bëj në jetën time? Në gjërat që unë jam duke bërë. Tek libri i gjyqtarëve na jepet që atje nuk i donin rregullat. Edhe thuhet që secili bënte, nuk shembret në Izrael, dhe secili bënte atë që i duke e drejtë në sytë e tij, në sytë e vet. Secili, por nuk bënin atë që Perëndia u kishte dhënë, edhe që Perëndia u kishte treguar, edhe e kishin fjalën e Perëndis. Edhe kjo gjë i çoi ata në rënje, i çoi në rënje të vazhdueshme, edhe
ishin në robëri, her pas here të vazhdueshme. Pse? Sepse ishin të çrregullt në këtë gjë. Edhe ishin nuk i donin rregullat, nuk donin të zbatonin dhe nuk donin të vinin në praktik. Por Perëndia është Perëndi i rregullit. Fjala e Perëndisë është e rregullt. Mosqenia e rregullt ka pasoja. Të gjitha këto po i shohim që të kalojmë tek pika e dytë dhe tek pika tjetër që vendos gjërat në rregull, domethënë okay që nga kaq e rëndësishme, edhe që nga shumë e rëndësishme e gjithë kjo, por a ka gjëra në jetën time që nuk janë në rregull edhe që duhet t'i rikuperoj, edhe duhet t'i marr, edhe t'i vendos në rregull. Duhet të kesh në rregull, janë disa gjëra, por në 3 kam darë kryesore që janë: duhet të kesh gjërat në rregull në familje, në kishë, në shërbim, edhe në lidhje me pushtetet, që gjithashtu neve kemi edhe që Perëndia i ka vendosur ato. Vendos gjërat në rregull në familje. Familja është nga Perëndia dhe Perëndia ka vendosur role në familje, apo jo, i dim, i kemi marrë të gjitha këto. Gjithashtu rregulla, secili në familje ka rolin e vet dhe duhet përmbush rolin e tij. Nëse nuk përmbush secili rolin e vet, atëherë familja do të ketë probleme. Po keni vënë re që nëse një familje nuk ka rregulla në shtëpinë e vet, edhe secili është për hesap të vet, secili është në drejtimin e vet, ajo familje do të ketë probleme, sepse qëllimi pse Perëndia ka bërë familjen bashkë është që familja të mund të jetë aty për qëllimin që Perëndia i ka vendosur, edhe jo për qëllimin personal apo të prish atë pikturë që Zoti ka vënë, sepse familja është nga Perëndia, edhe është për të lavdëruar Perëndin, edhe për t'i dhënë lavdi Zotit. Tek 1 Korintasit 11 Pali thot në vargu 1, thot aty: më ndiqni mua siç u ndjek Krishtin, më pas thot edhe tregon aty që unë ju lavdëroj vëllezër që më kujtoni në të gjitha gjërat dhe i zbatoni porosit, zbatoni rregullat, ashtu siç ua kam transmetuar. Edhe thot në lidhje me kush është kreu. Doa që të dini se kreu i çdo njeriu është Krishti, kreu i gruas është burri, kreu i Krishtit është Perëndia. Secili ka rolin e vet. Të zbatoni, thot, urdhërimet, zbatoni porosit. Në ditët e sotme, era që fryn në botë është patjetër e kundërta me atë që fjala e Perëndisë thot. Por ne po shohim fjalën e Perëndisë edhe të zbatojmë dhe të bindemi atë që fjala e Perëndisë thot. Perëndia ka të qartë rolin e familjes, po ashtu dhe rolin e secilit në familje. Domethënë, në momentin që prishën rolet, edhe në momentin që ndrohen rolet, është prishur dhe rregullësia, sepse Zoti ka vendosur në rregull, nuk i ka vendosur të çrregullta gjërat. Efesianët një varg shumë i njohur ky, besoj që shumica mund ta dinë përmendesh. Ju gratë nështroni burrave tuaj poshtë Zotit, sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha i është nështruar Krishtit, kështu gratë duhet i nështrohen burrave të tyre në çdo gjë. Ju burrat i doni gratë tuaj, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe ka dhënë veten e vet për të. Është i qartë roli i burrit që ka aty, dhe rregulli është që përmbush rolin tënd. Është i qartë roli i gruas, edhe rregulli është përmbush rolin tënd, jo rolin e burrit, jo rolin e dikujt tjetër, sepse është burri që duhet ta përmbushë rolin e vet. Roli i fëmijëve, Efesianët 6:1. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Edhe kjo është e qartë. Roli i fëmijës në familje është shumë i qartë. Momenti thash që fëmia rebelon ndaj kësaj, apo fillon edhe deljash kësaj, atëherë ka probleme. Thyerja këtyre rregullave sjell kaos, sjell konfuzion, sjell rrëmuj, sjell probleme. Nëse në një familje gruaja do marrë rolin e burrit, edhe fëmijët do ta shohin këtë gjë që shkon, mami po e bën rolin e babit, edhe neve po marrim rolet, edhe ne po bëjmë rolin e babit, rolin e mamit, po futemi edhe ne të gjithë. Kjo do t'rregojë që ata do nxiten, do motivohen që të bëjnë atë që nuk është e mirë, sepse e keqja ndiqet më kollaj, e keqja imitohet më kollaj. Por jo më kot Zoti ka vendosur rolet, edhe jo më kot janë secili në vendin e vet sipas rregullave që Zoti ka vënë.
Përndryshe, ekuilibrat prishen, rregullat thyen, vinë problemet. Një familje duhet ketë rregulla, sepse pa rregulla do të shkatërrohet. Rregullat janë në shkrim, mënyra se si drejtohet familja, mënyra se si duhet të merresh me familjen. Çdo gjë e kemi dhe e kemi marrë. Zbatimi i rregullave të tjera jashtë shkrimeve do të sjellë probleme. Dhe zbatimi i rregullave të tjera jashtë shkrimeve që neve shpesh për familjen tonë fusim nga filozofia apo nga bota, a do të thotë pastaj që unë drejt për drejt po hedh poshtë atë që shkrimet tonë sepse kam zëvendësuar fjalën e Perëndisë. Edhe pyetja që kam për ata që janë familjar, edhe pjesa më e madhe këtu jemi familjar, por edhe ata të cilët janë beqar, sërish ka një familje, edhe secili mund të pyes veten e vet që çfarë jeni duke bërë me familjet tuaja? A jeni një familje rregullt apo një familje të shregullt? A jemi secili për hesapin tuaj, burri më vete, gruaja më vete, fëmijët më vete? Apo është burri që po e drejton familjen dhe është në qëllimin që duhet duke ndjekur Biblën? A jeni një familje e rregullt gjithashtu në marrëdhënie me Zotin? Në marrëdhënie me fjalën? Në marrëdhënie me pashpëtuarit, sepse si familje duhet të ungjillizojmë. Në marrëdhënie me të shpëtuarit, me vëllezërit e motrat. A jeni një familje që po e nderoni Zotin apo një familje që jeni të çrregullt? Nuk duhet të harrojmë që një familje e çrregullt nuk është duke nderuar Perëndin. As fjalën e Perëndisë, sepse e pam, edhe e kaluam, e lexuam. Perëndia është Perëndi i rregullit. Fjala e Perëndisë është e rregullt, nuk është e çrregullt. Një familje është e çrregullt kur rolet ngatrohen. Një familje është e çrregullt kur Bibla nuk zbatohet. Një familje është e çrregullt kur Zoti nuk nderohet. Çfarë jemi duke bërë me familjet tona? Çfarë jemi duke drejtuar burrat, ata që drejtojnë familjet? Çfarë jemi duke udhëhequr në familjet tona? Ne duhet të jemi të rregullt në familje, edhe familjet tona duhet të jenë të rregullt, edhe jemi apo nuk jemi, pasqyrohet ajo që neve jemi, pasqyrohet në fakt. Por nëse diku kemi rënë, nëse diku kemi çaluar, nëse diku kemi vend për të rregulluar, le të rregullohemi dhe le të mos presim sa gjërat të shkojnë keq e më keq. Por le të marrim seriozisht atë që fjala e Perëndisë thotë. Ta marrim seriozisht, sepse fjala e Perëndisë është shumë e rëndësishme, fjala e Perëndisë është ajo që sapo pam, është e përsosur, edhe fjala e Perëndisë nuk ka asnjë gabim. Fjala e Perëndisë është e patëmet, fjala e Perëndisë është ajo që na udhëheq dhe na drejton. Vendos gjërat në rregull në kishë, në shërbimi, kam bërë bashkë, në secili. Kisha është shtëpia e Perëndisë. Dhe shtëpia e Perëndisë duhet të jetë e rregullt. E rregullt do të thotë, kemi folur deri tani. Në shtëpinë e Perëndisë nuk duhet të ketë konfuzion, nuk duhet të ketë kaos. Kisha në Korint na jepet që ishte një kishë në mish, një kishë mishore, që ecte në mish, edhe ajo që ndodhte me të ishte që kishte probleme me rregullsinë. Edhe pali shkruar, edhe u tregon atyre problemet që ata kishin. Ndoshta atyre dukej normale, sepse ata përderisa i bënin, ndoshta mendonin se ishte normale ajo që ata ishin duke bërë, që duke mos qenë të rregullt. Ai shkruan dhe tërheq vëmendjen, edhe u thot atyre që të jenë të rregullt. Jo një herë. Tek 1 Korintasit 11, ata kishin probleme me darkën e Zotit, edhe ishin të shregullt dhe ati ishte bërë një rrëmuj, një kaos, e cili bënte atë që i mbushej mendja dhe nuk bënin ashtu siç duhej në fakt. Edhe Pali tregon dhe i sqaron pastaj se si ishte mënyra se si ata duhet i bënin. Edhe Pali thotë që gjërat e tjera kur të vi do të rregulloj. Ata lexojmë gjithë. Dhe nëse dikush ka uri, le të hajë në shtëpi, ata i merrin aty, që të mos mblidheni për dënim. Dhe gjërat e tjera, pas ka dhe gjërat e tjera, s'kishin vetëm atë darkën e Zotit. Kur të vi, do t'i rregulloj, sepse janë bërë për të rregulluar, edhe s'ishin të rregullt në ato gjëra që ata kishin. Dhe po të lexosh letrën e parë të Korintas dhe shef shumë gjëra që ata kishin probleme dhe që Pali u shkruan, edhe u adresohet edhe u drejtohet. Kishin probleme me njëri tjetrin, kishin probleme me grindjet, probleme të ndryshme që ata hasnin. Por thot, do t'i rregulloj. Te 1 Korintasit 14 vargu 40 është një nga vargjet më të njohura këtu në fakt, por të gjitha të bëhen sikur ka hije dhe me çrregullsi. Jo me çrregullsi.
të jetë me rregullsi, do ishim pastaj anarshi dhe do ishte çdo gjë secili. Edhe tani që jam duke folur unë, edhe të konteksti ku është e para Korintas 14 është për gjuhët e huaja, që ngrihen edhe flisnin edhe ndërsa ngrihej njëri, pastaj ngrihej tjetri, askush nuk e merrte vesh se çfarë thoshte njëri, se çfarë thoshte tjetri, edhe ishte bërë një kaos dhe një rrëmuj e papar atje në kishën në Korint. Edhe është një lloj sikur të flas unë tani, të ngrihet njëri aty, fitimi, edhe të filloj të flasë një gjuhë që se merr vesh asnjë. Po njëkohësisht me fitimin të ngrihet edhe thoni, të filloj të flasi, edhe njëkohësisht të ngrihet edhe një tjetër, edhe të filloj. Imagjinoni, thot Pali, nëse dikush do të hynte nga jashtë, e do të shikonte gjithë këtë rrëmuj, gjithë këtë kaos, patjetër që do të thoshte që këtyre nuk kanë dalë mend, domethënë nuk janë rregull. Nuk ka diçka që nuk shkon, domethënë. Edhe i vë theksin, pastaj në vargun e fundit thotë që të gjitha të bëhen sikur ka hije dhe me rregullsi, Ata kishin probleme. Edhe Pali u tërheq vëmendjen atyre. Kishin probleme me gratë gjithashtu që na jepet aty tek para Korintas 14 që donin të predikonin, edhe Pali sqaron ato. Por ka një rregull se si bëhet shërbesa. Edhe nuk mund të ndërhyjnë, nuk mund të flas kujt titeket e ngrihet, domethënë. Shërbesa e Zotit duhet bëhet si ka hije, me rregullsi. Shërbesa ka një orar kur fillon. Patjetër, nuk fillon kur do vi unë, sepse mund vi unë në orën 11, sa i bie, është fiks tani. Tani do filloj shërbesa sepse tani erdha unë edhe do filloj shërbesa kur vi unë. Shërbesa ka një ecuri, ka një program që duhet respektuar. Edhe ndërsa flasim për rregullat, ndërsa theksojmë rregullat, besoj kuptoni edhe pse janë gjitha ato rregulla që neve themi, qoftë me pjesën e administrimit, qoftë me pjesën e mikpritjes që neve kemi, qoftë me pjesën e mbajtjes së fëmijëve, qoftë në gjitha gjërat, domethënë. Nëse nuk jemi të rregullt, nëse nuk e bëjmë punën e Zotit me rregullsi, atëherë çfarë po bëjmë? Çfarë po ndërtojmë? Është njëra anë, edhe tjetra është që rregulli mos rregulli, apo çrregullsia nuk vjen nga Perëndia. Edhe secili prej nesh theksojmë që duhet të jem të rregullt, secili. A jam unë i rregullt në gjërat më të vogla, në gjërat më të thjeshta? Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdha, apo jo? A jam unë i rregullt në shërbesën, po marrim shërbesën e sotme? A jam unë i rregullt në shërbesën në të cilën ku jam? Fëmija, të rinj, student. Po marr për shembull, me që jam vetë studentët edhe një që është e studentët. Kur vjen? Shërbesa është në 5:30, kur vjen? Vjen në 6? Kur vjen? Vjen në 5:45? Kur vjen e di për çka ka ardhur? Domethënë, apo e respektoj atë shërbesë që Zoti më ka lënë aty për të shërbyer, por mos folu pastaj për drejtuesin. Imagjino të vi unë orën fillon 5:30 edhe unë të vi në 5:40 apo të vi në orën 6 aty edhe të gjithë aty te dera duke më pritur mua. Prisni se erdha. Ose ikim prisni te kafja, se shihemi më mirë aty edhe bëjmë një dorë muhabet aty edhe ikim pastaj. A është kjo e rregullt? A jam unë i rregullt në shërbesën që kam marrë përpara Zotit? Nëse jam drejtues, a jam i rregullt? Nëse nuk jam drejtues, sërish a jam i rregullt? Sepse rregulli nuk është vetëm për drejtuesit, Drejtuesit janë patjetër ata më të piketuarit, më të shigjetuarit, edhe shikohen me lupë, dihet ajo që i shikojmë, sepse janë shembull, edhe duhet të jenë shembull, normalisht duhet të jenë, por është për secilin që duhet të jemi të rregullt. Si është shërbesa ime përpara Perëndis? Si është shërbimi im përpara Perëndis? Dhe i thoni Arkipit, thot Pali, ki kujdes shërbesën që morë në Zotin që ta plotësosh. Po si mund ta plotësonte nëse nuk do të ishte i rregullt? Si mund të plotësohet shërbesa nëse ka çrregullsi, nëse ka kaos, edhe nëse ka rrëmuj, edhe nëse nuk merr vesh i pari të dytin? A jam i rregullt apo nuk jam? A jam i rregullt edhe në gjërat të vogla, që mund po i quaj të vogla, por që janë të mëdha? A jam i rregullt në ungjillizim? A jam i rregullt në fjalën? A jam i rregullt në marrëdhënien me Zotin? A jam i rregullt në dhënie? Sepse edhe kjo është tek 1 Korintasit 16:1-2. Thot Pali,
sa për të mbledhur të ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu si urdhërova kishat e Galatis. Urdhërova, apo si dhash këtë rregull. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë më njan aq sa mundet, sepse sipas të ardhurave të tij që kur të vi, të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmash. Domethënë, ka rregull për ditën e parë të javës së pari, sepse është aty. Mblidheni ditën e parë të çdo jave, secili. A jam i rregullt në dhënie në atë që i takon Perëndis? Apo një herë në vit, të parën ditë të çdo viti, mund ta bëjmë neve, apo të parën ditë të 6 mujorit të dytë, apo të 6 mujorit të parë? A jam i rregullt? A jam i rregullt? Që t'i jap, ka edhe një gjë tjetër që unë duhet vi rregullisht, sepse nëse unë nuk vi rregullisht të dielave, do të thotë që nuk po jap të parën ditë të çdo jave. A jam unë i rregullt të dielën kur vi në orar apo vi në mes të shërbesës? Imagjinoni, vjen mes ja, tani jemi bashkë dhe do vi një. Shpresoj mos vi se do thoj që më ka llogaritur mua. Edhe do vi njëri e do kaloj. Imagjinoni, jemi të gjithë këtu së bashku, tak, o do ulet këtu. Se andaj vendet janë mbushur nga ajo. Ose do ulet tak, imagjinoni çfarë figure, apo çfarë shije lë ai personi që vjen me vënë. Nuk po them për rastet kur neve kemi gjëra që kemi përjashtime, mos të llogarisim përjashtimet. Po flas kur kjo kthehet në një zakon, edhe kur kjo është një pjesë e jetës sonë. Edhe mos mendoni që nuk dukemi në kuptimin që shembulli që neve japim tek të tjerët, sepse të gjithë shohin edhe të gjithë na vërejnë në ecjen tonë. Por pse të mos japim shembull pozitiv, që të vim që në 10 pa qerek, edhe të jemi aty dhe të mirëpresim të gjithë. Edhe të jemi të gjithë edhe të filloj në orar tamam. Kur vi me vonesë, apo e nderoj Zotin, apo po nderoj veten time, sepse normalisht po nderoj gjumin tim, se mund të lexoj gjumi, po nderoj punën time, mund të kem ndonjë punë që e kam lënë hajt se po e bëj tani. Mund të jem duke nderuar një shok që mund të ketë marrë për kafe, edhe shumë gjëra të tjera. Besoj që mund të jemi shembull, edhe besoj që mund të vim në orar, besoj që mund të nderojmë Zotin, secili prej nesh, apo jo. Nuk besoj që është kaq e vështirë e gjitha kjo, por e nisëm me rregullin, e po flasim për rregull, këto janë rregulla minimale, mendoj unë, janë rregulla të thjeshta që secili prej nesh duhet më së pari për shkak të dashurisë për Perëndin, edhe për të nderuar Perëndin, për të nderuar Zotin. Të jemi. Në Kret, gjithashtu kishte gjëra për të rregulluar dhe Pali thot Titit, për këtë arsye thot të lash në Kret, që ti të ndreqësh mirë çështjet që janë për të bërë. Kishte edhe atje gjëra, probleme që ata kishin. Dhe që në çdo qytet të caktosh pleq, ashtu siç të porosita. Kishte gjëra që dhe atje duhet të vendoseshin në vendin e vet. Duhet të vendoseshin në vendin e vet. Tek 1 Thesalonikasit 5, 2 Thesalonikasit 3 gjejmë njerëz të cilët ecin në mënyrë të çrregullt, edhe që Pali i merret me ta, edhe thot ndrequni dhe rregullohuni, dhe thot edhe konkretisht se çfarë ata kishin. Por tek 1 Thesalonikasit 5:14 është që tani vëllezër, ju bëjmë thirrje të qortoni të parregulltit, të ngushëlloni dhe më lëshuarit e vazhdon, por të parregulltit ti qortoni, jo ti erdhe me vënesti, sa mirë që erdhe. Hajde prapë herës tjetër. Apo bëre këtë gjë, sa mirë, më thënë, ti qortoni në atë që janë të çrregullt. 2 Thesalonikasit 3:6 deri në 7 dhe vargu 11. Dhe ju porositim o vëllezër, në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, që të largoheni nga çdo vëlla që ecën i çrregullt, kishte që ecte i çrregullt atje, dhe jo sipas porosisë që keni marrë prej nesh. Domethënë, sipas porosisë, sipas fjalës që ata kishin thënë, thash, gjithmonë është ajo që të mos e bëjmë ato që na thuhet, po të bëjmë diçka tjetër. Sepse ju vetë dini si duhet të na shëmbulleni, sepse ne nuk u sollëm në mënyrë të çrregullt midis jush, shembulli që ata dhanë, Pali bashkë me Silvanin dhe me Timoteun, në fakt, edhe nuk kemi ngrënë falas bukën e ndonjërit, por punuam me mundim të sfilitje ditë e natë që të mos i bëshim barr asnjërit për jush. Në fakt dëgjojmë se disa prej jush ecin në mënyrë të çrregullt, nuk bëjnë asgjë dhe merren me gjëra të kota. Tha që janë të çrregullt, edhe këtu është në kontekstin e atyre që nuk punojnë, që janë dembel, edhe që rrin gjithë ditën
rrugëve, edhe çfarë bëjnë? Një gjë do e bëjnë, merren me gjëra të kota, merren me punë të kota, merren me gjëra jo të mira, sepse kur s'ke ç'a bën, me diçka tjetër do ta zësh kohën, me diçka tjetër do fillosh edhe të merresh. Një njeri i rregullt është ai që shkon në punë. Një njeri i rregullt shërben. Një njeri i rregullt ndan ungjillit. Një njeri i çrregullt merret me gjëra të kota që janë pa vlerë, apo që i themi neve punë pa bereqet. Domethënë, shkon në mëngjes në kafe, në drekë në kafe, mbas dite në kafe, edhe në darkë në kafe, edhe te këto kafe nuk rri vetëm ai, se do marrë një tjetër. Edhe me atë tjetrin do filloj të flasi. Edhe po një herë, dy herë çfarë muhabeti do bëj? Do fillojnë të merren me thashë theme. Edhe do fillojnë të shndërtojnë njëri tjetrin, jo të ndërtohen. Prandaj është mirë që të jemi të rregullt në familje, të rregullt në kishë në shërbim, të rregullt gjithashtu e fundit edhe përpara pushteteve. Shteti ka një mal me rregulla që duhen zbatuar. Domethënë, neve themi që nuk i zbatojmë e nuk duam të zbatojmë, por përderisa është ai shtet që neve jemi edhe me këto rregulla që ka dhe përderisa jetojmë këtu, duhet që t'i zbatojmë. Sepse nuk e them unë, por e thot fjala e Perëndis këtë gjë. Ja do lexojmë disa vargje bashkë. Besoj i dini, por le të rikujtojmë. 1 Pjetri 2:13-15. Nënshtrohuni pra për hir të Zotit çdo pushteti njerëzor, qoftë mbretit si më të lartit, qoftë qeveritarëve si të dërguar prej tij, për të ndëshkuar keqbërësit dhe për të lavdëruar ata që bëjnë të mirën. Sepse ky është vullneti i Perëndis, është vullneti i Perëndis të bindemi atyre, që ju duke bërë mirë, t'ia mbyllni gojen paditurisë së njerëzve të pamend. Do të thënë, çdo pushteti njerëzor, çdo rregull i njerëzor, çdo gjë që shteti vendos, ne si të krishterë duhet që të bindemi dhe duhet të zbatojmë ato gjëra që thuhen, sepse janë për të mirën tonë. Por nëse shkel rregullat, e dini, nëse bën diçka që s'duhet ta bësh, do përfundosh në burg. Edhe thoni pastaj po jo, se unë s'isha dakord me atë rregull që ishte vendosur. Mirë thotë ai, bëja 5 vjet burg, pastaj kur biesh dakord, dil edhe bjerë dakord. Nuk mund të injorojmë rregullat dhe nuk mund të injorojmë ligjet. Pushtetet që janë caktuar janë nga Perëndia. Janë për të mirën tonë. Romakët 13:1-4. Çdo njeri le të nënshtrohet pushteteve të sipërm, sepse nuk ka pushtet veçse për Perëndis. Dhe pushtetet që janë caktuar nga Perëndia. Prandaj që i kundërvihet pushtetit, i kundërvihet urdhrit të Perëndis. Dhe ata që i kundërvihen do të marrin mbi vete dënimin. Sepse e provës ke pse ti kesh frikë për vepra të mira apo për të këqija. A do pra të mos kesh frikë pushtetit, bëj të mirën, do kesh lavdërim nga ai. Domethënë, zbato ligjin edhe janë rregull, shumë e thjeshtë. Sepse e prori është shërbëtori i Perëndis për ty, për të mirë. Por po të bësh të këqija, druaj sepse nuk e mban kot shpatën, sepse ai është shërbëtori i Perëndis, hakmarrës plot zemërim kundër atij që bën të keq. Domethënë, ligji nuk është vendosur kot, se ka vendosur kot ai thjesht sepse hajde bëjmë ca ligje me që jemi këtu. Jo, është për të zbatuar, edhe ata që nuk e zbatojnë kanë ndëshkimin apo kanë pasojat që parashikojnë ligjit. Ai që i kundërvihet thot, i kundërvihet Perëndis. Ai që shkel ligjin, ai që shkel rregullat. Dhe keni menduar ndonjëherë kur shmangim disa gjëra nga shteti, edhe shmangim taksat për t'i paguar, shmangim semaforin kur ikim me shpejtësi, me super shpejtësi të madhe. A mendojmë që jemi duke thuar rregullat apo jo? A mendoni që kur kopjoni, kur marrim, kur japim rishfet, pushtetet janë nga Perëndia dhe duhet të respektojmë ato ligje që shteti ka. Po kur shteti vendos ligje që vjen, se këtë kemi gjithmonë të përjashtimit, edhe themi që po kur shteti vendos ligje që nuk më lejojnë mua apo më ndalojnë mua të ndaj ungjillin, apo na ndalojnë neve të mblidhemi së bashku. Edhe kjo ka një përgjigje sepse duhet t'i referohemi apo t'i apelohemi pushtetit më të lartë. Edhe përderisa këta janë pushtetet vendosur nga Perëndia, pushteti më i lartë është Perëndia, është Zoti. Dhe patjetër ne do të bindemi Zotit. Por mos marrim këto si shembuj, këto që janë përjashtime, edhe
t'i kthejmë në justifikime, por të jemi të rregullt, edhe të zbatojmë rregullat, edhe të jemi qytetar të rregullt të këtij shteti ku jemi. Por nuk më ndalojnë, domethënë, të ungjillizoj, fillojmë edhe hapemi. Jo. Edhe ndonjëherë përdorim këto për të justifikuar ato shkeljet tona. Edhe themi neve që po më vuri gjo policia, po esja me 160 km/h në një vend që ishte me 80, më vuri gjo policia. Po mirë, unë po shkoja për të ungjillizuar, edhe a jam kapi edhe më vuri gjo, po domethënë unë kisha një qëllim, edhe themi. Përdorim gjithmonë, shpesh përdorim gjëra të tilla, por këto nuk janë justifikime. Është në dorën time, është zgjedhja ime që t'i bindem shtetit. Është zgjedhje. Jo vetëm kur më shohin, jo vetëm kur shikoj radarin aty, në përgjithësi kur del ai radari, të tërë bëjnë, unë e kam bërë, që del ai radari që e shikojmë dhe ne jemi shumë shpejt, vap frenat aty. Mundësisht edhe ti vëmë një buzëqeshje aty policisë që mos ta ketë mendjen e ta shmangim një çik. Por kur s'është radari, edhe nuk na shef kush, bëjmë çfarë të duam. Domethënë neve. Ne zgjedhim, edhe ne duhet të kemi integritet në të gjitha gjërat. Jo vetëm në këtë që po marr si shembull, por në të gjitha gjërat duhet të kemi integritet. Kujtohu që kjo është e lidhur drejt për drejt me nderimin që ti i bën Perëndisë së pari. Nderimin që i bën Zotit. Kur neve ju bindemi pushteteve. Gjithashtu, kur neve i bindemi rregullave, zbatojmë rregullat. Qoftë në të gjitha vendet ku neve jemi, qoftë në familje, qoftë në kish, qoftë në shtet, në çdo gjë. Dhe së fundmi, vargu i fundit që dua të lexoj, ndërsa kemi përfunduar, ndërsa kemi folur për rregullat dhe besoj që kemi marrë, domethënë një pjesë, mund të themi dinim edhe i kishim dëgjuar, por çështja është që sa bëjmë nga këto, dhe sa zbatojmë nga këto dhe sa janë pjesë e jetës sonë. Por Psalmi 119-133, edhe le të jetë kjo një konkluzion për secilin prej nesh edhe një lutje gjithashtu e jona përpara Perëndisë, por edhe një zbatim pastaj më vonshëm i asaj që thuhet që stabilizoj hapat e mia sipas fjalëve të tua dhe mos lejoj që asnjë pausi të më sundoj. Domethënë, rregulloj hapat e mi sipas fjalës tënde. Stabilizoj, rregulloj edhe hapat e mi të mos ecin më në çrregullsi, të mos ecin më në parregullsi, por të jenë të rregullt, ecja ime të jetë e rregullt, edhe jo vetëm në këto gjëra thash që unë teksova sot, por edhe thash në ato gjëra më të vogla, qoftë në marrëdhënie me Zotin, në kohë të rregullt me fjalën, kohë të rregullt në lutje, kohë të rregullt në ungjillizim, në një kohë të rregullt duke dalë edhe duke dëshmuar, por edhe duke takuar njëri tjetrin. Domethënë një kohë e rregullt, duke qenë të rregullt, edhe duke ecur në rregullsi. Të jemi rregullt në familje, të jemi rregullt në kish, të jemi rregullt në shërbim, përpara pushteteve, të jemi edhe vetë në rregull edhe personalisht të jemi një shembull përpara gjithë të tjerëve, sepse të gjithë më shohin edhe të gjithë na shohin. Por pse të jemi një shembull i keq, kur unë mund të jem një shembull i mirë dhe mund të jem një inkurajim për secilin. Le të lutemi. Perëndi, faleminderit Zot për fjalën tënde. Faleminderit o Zot që na kujton. Faleminderit o Zot që na tërheq vëmendjen, na tërheq veshin, na tërheq Zot nga çrregullsia për të na sjell në rregullsi, që të mund të jemi të rregullt. Edhe jo vetëm në gjërat e mëdha, por edhe në gjërat më të vogla. Le të fillojmë me hapa të vegjël, le të fillojmë me hapa të vegjël besnikërie. Edhe le të kujtojmë, edhe le të kuptojmë që ne jemi bijë të dritës, edhe çrregullsia vjen nga errësira, vjen nga djalli. Të mos bëjmë atë gjë, por të nderojmë ty Perëndi, duke qenë të rregullt, edhe duke hedhur hapa rregullësie në çdo fushë të jetës, në familje Zot, në kish, në shërbim, përpara pushteteve, edhe mbi të gjitha Perëndi, të mund të nderojmë emrin tënd, edhe përpara se të veprojmë apo të bëjmë. Themi, apo e nderoj Zotin me këtë gjë, le të nderohesh ti Perëndi nga jetët tona dhe le të marrësh ti lavdi në gjithçka që neve bëjmë. Në emrin e Krishtit Zot ne lutemi. Amen.